Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve në televizionin publik të Kosovës. Ushtruesja e detyrës së presidentes, Albulena Haxhiu, ka deklaruar se më 6 gusht do të mbahet seansa konstituive për kuvendin e Kosovës. Haxhiu bëri thirrje e partive politike që të intensifikojnë diskutimet për arritjen e një marrëveshje për të hapur rrugë formimit të institucioneve. Sot ju njoftoj se seanca konstituive e Kuvendit të Republikës së Kosovës do të mbahet me datë 6 gusht orën 10, pra ditë e enjte. Deri atëherë mbetet detyrim politik dhe institucional i subjekteve parlamentare që të vazhdojnë dialogun. Dialogun ndërmjet tyre askush nuk duhet ta shohë si një shenjë dobësie, por si dëshmi e përgjegjësisë demokratike. Prandaj bëj thirrje që në ditët në vijim të intensifikohet komunikimi, të dëshmohet pjekuri politike, sepse qytetarët nga të gjithë ne presin zgjidhje. Ata presin institucione funksionale dhe presin që përgjegjësia shtetërore të vendoset mbi dallimet politike. Kryeministri në detyrë Albin Kurti e ka mirëpritur vendimin e ushtruesës së detyrës së presidentes Albulena Haxhiu për caktimin e 6 gushtit si datë të seancës konstituive. Kurti gjatë mbledhjes së qeverisë tha se përgjegjësia për formimin e institucioneve të reja u takon të gjitha partive politike. Caktimi i datës për mbajtjen e seancës konstituive të legjislaturës së 11 të Kuvendit të Republikës Kosovës nga ushtruesja e detyrës së presidentes, zonjës Albulena Haxhiu, është e mirëpritur. Partitë politike, secila sipas hisës që populli i ka dhënë, gjendemi sërish para përgjegjësisë për përmbushjen e detyrave për formimin e institucioneve të reja, përfshirë zgjedhjen e presidentit ose presidentes. Kemi 2 javë, më së shumti, deri te fillimi i seancës për konstituimin e kuvendit, para se të kalojmë të zgjedhja e qeverisë së re dhe më pas edhe e presidentit ose presidentes së Republikës. Për legjislaturën dhe ekzekutivin e ri, siç e dim, nevojitet shumica e thjeshtë. Ndërkaq për presidentin ose presidenten, së paku në 2 raundet e para, për shkak të një aktgjykimi të gjykatës kushtetuese para 15 vjetëve, kërkohet prania e 2/3 të deputetëve, andaj edhe përgjegjësia për zgjedhjen e tij ose të saj e tej kalon një parti politike. Në këtë frym, saktësisht 2 javë më parë, me 10 korrik, zhvillova takime konsultative me krerët e Partisë Demokratike të Lidhjes Demokratike të Kosovës, ndërkaq që sërish shprehim keqardhje që Aleanca nuk e pranoi ftesën. Teksa koha ecën, veprimet politike dhe interesi shtetëror duhet të vihen në rend të parë. Mbledhja e Këshillit Gjyqësor të Kosovës është ndërprerë në mungesë kuorumi, pasi disa antarë u larguan nga takimi duke lënë këshillin pa numrin e nevojshëm të antarëve për vendimarrje. Kjo pamundësoi shqyrtimin e kërkesës për tërheqjen e dorëheqjeve të gjyqtarëve sër në veri. Jo, veçmë edhe përgjegjëm se janë mbajtur 4 vite pa u shqyrtuar. S'ka kohë këndosht me hinë në rendite dhe më vendos këto. Me çfarë baze kushtetuese ligjore janë mbajtur 4 vite. Kjo vjet që sikur kapiteni Anijes ta lëshon timonin për shkak të valve. Mund të shpytoj momentet, po do ta dëntoj të nesërme. Dhe të ardhë. Sa është përgjigja e jëtë? Në qenë se je kryesues ti këtë e ditë ose duhet ta dish? Për shkak të kontinuitetit institucional që kanë këto. Nuk mundesh me mojt përgjegjës për këtë pikë fora, edhe unë, edhe ti. Përgjigjen po kërkoj, se jo përgjegjës. Kam obligimin të përgjigjem. Përgjegjës, sepse ti je ka dhënë jap kontekst tjetër do më marr me mendje për këtë çështje. Dhe në paporrekt nga ona juaj. Unë veç mund me të pyet prej si e zgjell antar i këshillit, cila ka qenë iniciativa dhe kërkesa dhe propozimi jot konkret. Pra, kjo çështje është aktualizuar nga momenti kur ushtruesja e presidentes së Republikës së Kosovës ka paraqitur kërkesën në këshill, për cilën ju kam njoftuar me kohë në momentin e paraqitjes së saj. Kaç më me të përgjigje. Për këtë çështje tjera mund të diskutojmë në pikat e rendit ditës nëse kemë shkuar aty.
Mos ta kesh përdorim pozicionin pranë publikut. Po je kryesues dhe ose dush me ditë. Do të jam, do të mësojmë gjithë se ka shkollë asnjëherë. Absolut. Jam dhe do të jem deri në përfundim mandatit. Nëse drejtësia duhet të shërbejë vetëm drejtësisë, ashtu siç e thoshte filozofi Konti. Nëse i shërben qëllimeve të tjera, nuk mund të quhet drejtësi. Edhe do të jam i përkushtuar maksimalisht me kryet e tyre ndihmën kuadër përgjithësive ligjore dhe kushtetuese, por ju duke i shfrytzuar vëmendjes ditore. Para mbledhjes së Këshillit Gjyqësor, ushtruesja e detyrës së presidentës Albulena Haxhiu i bëri thirrje Këshillit që t'i aprovojë dorëheqjet e gjyqtarëve serb, duke ndjekur kështu praktikën e Këshillit Prokurorial. Dërsa kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se largimi i tyre ka qenë akt politik dhe i organizuar. Referuar të dhënave që kam në dispozicion, ish gjyqtarët dhe ish prokurorët serb, sikurse dhe stafi mbështetës administrativ, kanë përfituar dhe vazhdojnë të përfitojnë financiarisht nga Serbia. Pjesa dërmuese e tyre kanë pranuar dhe vazhdojnë të pranojnë mjete financiare në forma të ndryshme nga Serbia, që nga viti 2017 e deri më tani. Ligji nuk parashë asnjë mekanizëm për rikthimin në të njëjtin mandat. Legjislacioni në fuqi nuk i jep asnjë kompetencë ligjore, as Këshillit Prokurorial dhe as Këshillit Gjyqësor që të anuloj pasojat e dorëheqjes apo të rivendos një mandat që ka përfunduar. Në linjë me përgjegjësitë e mia kushtetuese, unë sot thras Këshillin Gjyqësor të Kosovës që të ndjek praktikën e Këshillit Prokurorial të Kosovës, por edhe vetë praktikën e Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Kishim të drejtë politike t'ju themi mos shkoni, por nuk kemi të drejtë kushtetuese e ligjore t'ju themi ktheuni. Largimi i tyre ka qenë akt politik, individual ndonse i organizuar, por kthimi është çështje ligjore dhe kushtetuese. Nuk mund të ketë kthim që i mbivendoset kushtetutës e ligjit, veçmas kur braktisja ishte një akt sabotimi i ligjshmërisë dhe kushtetueshmërisë. Gjykata themelore në Prishtinë e ka dënuar ish kryetarin e Prishtinës Shpend Ahmeti me 2 vjet burg dhe 5.000 euro gjob për veprën penale mos raportim apo raportim i rrem i pasurisë. Sipas aktgjykimit, Ahmeti është shpallur fajtor pasi nuk kishte deklaruar 172.600 euro për fshirë 54.400 euro të pranuara nga llogaritë e nënës së tij dhe 118.000 euro mjete personale. Ahmeti ka të drejtë ankese në gjykatën e apelit brenda 30 ditësh nga pranimi i aktgjykimit. Ministria në detyre e mjedisit Fitore Pacolli ka njoftuar për nënshkrimin e një memorandum mirëkuptimi për menaxhimin e qëndrueshëm të pyjeve dhe rehabilitimin e zonave të degraduara në pellgun e Drinit të Bardhë. Sipas Pacollit, projekti parashë rehabilitimin e mbi 5 hektarëve tokë të degraduar, ripyllëzimin e zonave të dëmtuara, mbrojtjen e biodiversitetit dhe rritjen e ndërgjegjësimit për mbrojtjen e mjedisit. Ajo theksoi se Ministria do të vazhdojë të mbështesë iniciativa që kontribuojnë në zhvillimin e qëndrueshëm dhe ruajtjen e pasurive natyrore. Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor ka paralajmëruar aksione kundër uzurpimeve dhe ndërtimeve pa leje rreth liçenit të Batllavës dhe liçenit të Badocit. Në njoftim thuhet se inspektorati i kësaj ministrie po identifikon shkeljet në këto zona, ndërsa pas përfundimit të procesit pritën masa ligjore. Ministria ka thënë se aksioni në liçenin Ujmanit, ku rënuan 16 objekte pa leje, është pjesë e planit për mbrojtjen e pronave ujore dhe të interesit publik.